Bashkëpunimi mes Prishtinës edhe Tiranës si kryeqytete ka qenë i ngushtë gjithnjë. Kemi bashkëpunime të ndryshme edhe në fushën e sportit, po edhe në shumë fusha tjera. Mirë po, gjithmonë mundet me qenë edhe më i thellë edhe më ashtu i fokusuar, për shembull në aspektin e basketbollit. Ne si kryeqytet kemi ndërmarrë një numër të madh të iniciativave për me promovu sportin. Sot që flasim për basketbol, për shembull, kemi edhe drejtorin e sportit këtu në Prishtinë, kemi fillu iniciativat grassroots, për shembull, për me fuqizu shkollat tona, ku edhe me njoft talentet qysh nga mosha e vogël për me zhvillu edhe me bo të gatshëm që me ju bashkangjit federatës të basketbollit e normal edhe për te federatës të basketbollit. Mirë po ashtu edhe aspektet fizike të sallave të ndryshme, sepse dim që kemi munges të sallave të nevojshme, po kemi marrë iniciativë për me i renovu të gjitha sallat që janë për brenda shkollave fillore, e po ashtu tash edhe me shkollat të reja, me kriju standarde tjera shtesë, standarde më të mira, sepse me disa margjina pak ma shtesë, pak mbaj, funksionalizohet për shembull një sallë për ma shumë ekipe, për më shumë basketbollistë të rinj, të cilët kanë mundësi që në të ardhmen normal me u ndërlidh me federatën. Po ashtu, paralelisht, tash kemi qenë në diskutim edhe me klubet, jo vetëm me basketbollit, po me asociacionin e klubeve të Prishtinës, sportive të Prishtinës, me kryetarin Blerandin, ku edhe kemi diskutu për mundësi të ndryshme, sepse kur krijohen këto asociacionet, për shembull, kur krijohen një numër i madh i ekipeve dhe bëhen bashk, edhe në aspektin e marketingut e kanë një joshje shumë më të madhe prej bizneseve për me u ndërlidh edhe me u ndihmu këtyre klubeve sportive. E mendoj që ne jemi fatlum që e kemi këtë ligjin për sponsorizim. Mendoj që ndoshta duhet edhe një qasje edhe më e drejt për drejt me gjitha bizneset për një farë lloj edukimi, sepse nuk i kushton asgjë bizneseve, faktikisht jo që s'ju kushton asgjë, po është pozitive për secili biznes që një pjesë me sport është 30%, 30% të profiteve të tyne mundën me nda drejt për drejt për klube sportive që nuk është kosto për ta, është zero kosto. Faktikisht është profitabile sepse fitojnë ekspozim në aspektin e marketingut, edhe ne si kryeqytet duke ditë këtë mundësi, jemi duke u marrë në mënyrë proaktive me biznese për me i sensibilizu dhe me ju tregu që duheni edhe më shumë me u ndërlidh me sportin, sepse nuk ju kushton asgjë. Mirë po me kriju, për shembull tash me mendu, çka jemi duke në kryeqytet, me mendu për me kriju ekosisteme. Si mundemi me lidh sportin ose të gjitha klubet sportive të kryeqytetit në aspektin e marketingut, për shembull, me biznese të ndryshme për një periudhë kohore shumë të gjatë. Pra mos me qenë kontratat 1 vjeçare apo 2 vjeçare, por me qenë minimum 5 ose 10 vjeçare, ku e përmendëm për shembull Prishtina sot njihet si Sigal Prishtina. Sigal Prishtina për shkak të brandit, për shkak të sponsorizuesit që është sponsor për një periudhë kohore shumë të gjatë, edhe ajo mbetet në psikën e qytetarëve edhe kalon, domethënë është një aspekt i mirë për brandin e një biznesi. Si mundemi për shembull me shfrytëzu ose me kriju një kohezion, një sinergji mes të bizneseve dhe sportit, edhe kjo është një qasje jona që përveç sponsorizimit, domethënë me qenë një qasje e një periudhe kohore të gjatë. Krijimi i ligës është në veçanti për ne është një ngjarje shumë e rëndësishme dhe aktivitetet e zhvilluara dhe ndeshjet e zhvilluara tregojnë që ka qenë e domosdoshme dhe është e domosdoshme për të vijuar
gjithmonë. Dhe vetë emri i krijimit Ligë Unike ka një domethënie e cila e bën atë më interesante dhe ekipet pjesëmarrëse më të angazhuara në zhvillimin e këtij aktiviteti. Javën e kaluar ne kishim Ligën Unike të femrave në Vlorë, një aktivitet mjaft i mirë dhe që tregoi që ka mundësi për të zgjeruar dhe më tej. Dhe në bisedat që kemi bërë me presidentin, kemi ra dakord për gjetë dhe për të depërtuar më poshtë tek moshat, në mënyrë që kjo ligë mos jetë thjesht fituese e një garave të mëdha, por të jetë gjithë përfshirëse me klube dhe mosha të vogla për ta bërë atë sa më interesante dhe për ta bërë basketbollin më atraktiv tek brezi i ri. Ndryshimet midis basketbollit në Kosovë dhe në Shqipëri janë shumë të mëdha, veçanërisht në Vlera, sepse unë përfitoj nga rasti për të përgëzuar edhe qeverinë e Kosovës që ka miratuar ligjin 4-5 vite përpara, një ligj që është shumë i rëndësishëm. Unë duke qenë dhe për një kohë gjatë antar i Komisionit Financave të FIBA Europës, e dija se si ishte dhe si funksiononte në gjithë botën, pa një ligj të tillë të cilin ne nuk e kemi, natyrisht që nuk kemi dhe rezultatet barabarta. Dhe nganjëherë unë e vlerësoj edhe qëndrimin e ekipeve të Kosovës që e kuptojnë që nuk jemi në të njëjtin nivel, dhe ky nivel është një lloj sikur luhet futboll Anglia me Shqipërinë. Diferenca është e madhe në vlera financiare, edhe Kosova me Shqipërinë është po aty. Kështu që lobimi ynë është i vazhdueshëm për të ndërtuar një skemë tillë dhe shpresojmë që edhe kjo do të arrihet. Mbështetja që është në Kosovë për financiare nga qeveria, nga bashkia, nga biznesi privat është shumë e rëndësishme. Sa është e rëndësishme Liga Unike, besoj që është burim i mjaftueshëm i krenarisë edhe i ndjenjave pozitive për kombin tonë tek gjithë ata që marrin pjesë aty. Për mua ka qenë shumë emocionale prej inaugurimit të tutje dhe prandaj kemi vazhduar do të thotë që ta përkrajmë, ta subvencionojmë këtë ligë në të gjitha fazat e zhvillimit të saj. Është kënaqësi që i kemi edhe meshkujt edhe femrat tash, po nuk do ndalemi me kaq sigurisht. Do thotë ideja është për vitin tashëm të fillojmë me U18, ta kemi garën e përbashkët edhe në grup moshën U18 e pastaj të shohim se si të vijojmë tutje në sezonat e ardhshme, do të duke shku poshtë më poshtë në të gjitha ato nivelet garimit në të cilat edhe ne edhe FSHB marrim pjesë. Nuk mund të bëhet kjo punë vetëm me kapacitetet tona. Neve na duhet përkrahja e paras publike e qytetit, na duhet përkrahja e MKRS-s, na duhet përkrahja e gjithë sponsorëve, do të gjitha që i përmendën edhe pararencët e mi, edhe parafolësit e mi. Ne jemi me fat në këtë anë të kufirit që e kemi ligjin për sponsorizim dhe i kemi klubet tona paksa më të konsoliduara. Padyshim që roli Komitetit Olimpik i Kosovës është një institucion më i lartë sportiv në vend dhe roli jonë kryesor është për promovimin dhe zhvillimin e sportit në Kosovë, të cilën jemi duke bërë në mënyrë më të mirë të mundshme së bashku me gjitha federatat sportive në Kosovë. Padyshim edhe përmes aktivitetet të ndryshme që Komiteti Olimpik i ka në kalendarin e tij, mirë po edhe të tjera të cilat lindin ad hoc gjatë gjithë vitit dhe mund të themi se gjatë gjithë vitit jemi aktiv me sport në gjithë rajonin e Kosovës, në veçanti në komunën e Prishtinës, ku dashur ta falenderoj edhe kryetarin e komunës, drejtorin sportiv në komunën e Prishtinës për përkrahjen e vazhdueshme që po i bën klubeve të Prishtinës, sepse dihet që shumica e klubeve janë të konsideruara në Prishtinë me qenë se është qyteti i Kosovës. Dhe besoj që ky angazhim do të jetë edhe më i mirë në të ardhmen, sepse pa përkrahje të komunës, të Komitetit Olimpik, të Ministrisë për Kulturën e Sport dhe qeverisë përgjithësi, nuk mundemi pasën sport edhe kualitet, po edhe rezultate të mira.